Me rastin e festës së Kurban Bajramit, kreu i Besisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut Shaqir Fetahu, në urimin përcjellës me një video mesazh, tha se kjo festë duhet të na përkujtojë domosdoshmërinë e respektit dhe harmonisë kudo në botë. Të nderuar besimtar, ndodhemi në vigjile të festës së madhe të Kurban Bajramit. Me kënaqësi dhe gëzim të thellë shpirtëror, festojmë këtë festë të madhe, një festë e madhe dhe e bekuar që ngërthen ngjarje hyjnore, të cilat janë burim frymëzimi për ngritjen e vetdijes së besimtarit mbi dashurinë dhe përkushtimin ndaj Allahut fuqiplot. Madhështoria e kësaj feste të madhe qëndron në faktin se në këto ditë është plotësuar zbritja e Kur'anit famlar. Janë ditë të kryerjes së haxhit, kushtit të pestë islam, dhe besimtarët në këto ditë kryejnë obligimin e prerjes së kurbanëve të tyre për hir të Allahut fuqiplot. Festa e Kurban Bajramit është shprehje e besimit të palëkundur për të sakrifikuar gjithçka, po bile edhe më të shtrejtën në emër të Allahut fuqiplot, për të dëshmuar në praktik se dashuria dhe përkushtimi ndaj madhërisë së tij është mbi çdo gjë tjetër, ashtu siç veproi Ibrahimi alayhis salam, i cili ishte i gatshëm për të flijuar birin e tij Ismailin alayhis salam. Institucioni i kurbanit është një shprehje konkrete për të kuptuar se nuk ka vepra madhore pa përpjekje dhe flijim madhor, dhe se njeriu vlen aq sa është i gatshëm të ndajë më të dashurin për të tjerët. Andaj, festa e Kurban Bajramit nuk është thjesht një ditë feste, por është festë që edukon besimtarin të jetë bujar, fisnikron shpirtin dhe zemrën, e bën pjesëmarrës në vepra të mëdha, e nxit të jetë solidar, të ndihmoj të varfurit dhe skamnorët, forcon lidhjet shpirtërore dhe shoqërore, nxit unitetin në të mirë dhe në vështirësi dhe kultivon paqen, dashurinë, bashkëjetesën mes njerëzve. E gjithë kjo dëshmon se nuk është thjesht një veprim formal, por një ambient i thellë shpirtëror që mbjell në zemrën e besimtarit shkallën më të lartë të devotshmërisë, që është burim i çdo të mire në jetën individuale, familjare dhe shoqërore. Allahu fuqiplot për këtë shkak thot në Kur'anin famlar: tek Allahu nuk arrin as mishi i tyre, e as gjaku i tyre, por tek ai arrin devotshmëria juaj. Në kohën e sfidave të mëdha, kjo festë e madhe e Kurban Bajramit na kujton se është e domosdoshme të angazhohemi në eliminimin e problemeve me të cilat përballet njerëzimi, të zhdukim varfrinë dhe të mbajmë qetësinë dhe begatinë e jetës, të kultivojmë vlerat morale ndaj anomalive të kohës, të promovojmë shpirtëroren në vend të egoizmit dhe xhelozisë, të përhapim paqen në vend të luftës dhe mizorive,